Ja dhe një rast për t'ja përkujtu tash mbas këtij emisioni. Po. Nëse pajtosh, do të kishim kalu në po i ndrojmë rolet. Po. Edhe nëse ti don, të vazhdojmë bisedën me pyetjet tua. Pyetjet e mia janë shumë. Ani? Edhe përgjigjet e mia janë shumë. Po. Serbia thot Kosova është Jerusalem i Serbisë. Natyrisht një shprehje që ata e përdorin shpesh, që është totalisht e pasakt. Por, si ka thonë Kadareja, thot regjimi sërb është regjimi më i paftyr në botë. Si ka mundësi që një regjim që ka pas aso natyre që ka pas, që e dim, të në mënyrë të kërkohet, të negocioj me viktimen. Tash na jemi, kjo thania e Jeruzalemit është narracion, është rrëfim. Edhe është rrëfim i ndërtuar në shekullin 19, pak a shumë, është pjesë e romantizmit sërb, pjesë e rrëfimeve romantike dhe miti i Kosovës ka shërbyer për ndërtimin e kombit bashkohor sërb. Pra është pjesë e lëvizjes nacionaliste. Kështu që nuk kemi të bëjmë më me regjime, për fat keq kemi të bëjmë me rrëfimin brenda popullit. Por çdo kush që ka qenë në Jeruzalem e di që Jeruzalemi shërben si inspirim për shumë popull, por kjo nuk do të thotë e drejtë e dominimit mbi Jeruzalemin. Dhe Serbia e ka humbur një herë për gjithmonë, jo të drejtën, sepse të drejtën nuk e ka pas, por mundësinë e administrimit të Kosovës në emër të mitit të Kosovës. Pra është e vërtetë që një pjesë e Kosovës shërben si burim shpirtëror i kombit sërb. Edhe duhet shërbej. Është e drejtë e njerëzve që të jetojnë në narracionin e tyre epik, lirik, e tjera. Por kjo nënkupton në një botë bashkohore respektimin e Republikës së Kosovës si rend demokratik i cili i ruan të gjitha, pra edhe të drejtën e kujtimeve. I ruan mundësinë e ripërtrirjes së kujtimeve. Pra një qytetar sërb i cili vjen nga Shumadia, nga Beogradi, nga Gjermania, nga Suedia, vjen i viziton manastiret në Kosovë. Kjo është e drejtë e tij, por është e drejtë e ndërlidhur me administrimin demokratik që i bën këtij vendi, përfshirë edhe manastireve Kosova, Republika Kosovës. Një koment për përgjigjen tonë, me sa është bashkëbisedim. Bashkëbisedim është. A është sikur ti thuash të krahasojmë Serbinë me Gjermaninë e Hitlerit, naziste. A është njësoj si hebrejve që thosh ti thuhet këshyr merroni vesh me Hitlerin jo. Është shumë, do të thonë, dimensioni i insistojnë edhe historianët hebraik që mos të ketë aluzion ose analogji me Shohan edhe me gjenocidin, se është i papërsëritshëm të popujt tjerë. Pra edhe në këtë kuptim është vështirë të bëhet. Por ajo që është e vërtet, është që kemi hyrë në një diskrepancë mes një popullit i cili ende nuk e ka kuptuar përgjithësinë historike dhe nuk po ballafaqohet me përgjithësinë historike për viktimizimin e popujve të tjerë, sepse nuk flasim për regjime. Flasim për popuj. Regjimet nuk pikin prej qiellit. Regjimet lindin si pjesën e kulture e tjera. Pra, vrasja e qytetarëve bosnjak, kroat,
shqiptar, sërbet të tjerë në zhbërjen e Jugosllavisë është një përgjithësi e cila te i kalon regjimin. Edhe kjo është një pjesë e vështirë. Kosova dhe Serbia do të merren vesh një ditë. Do të ketë normalizim të marrëdhënieve. Por pajtim mes popujve do të ketë nevojë për më shumë gjenerata, sepse urrejtja e cila është ndërtuar, sepse vrasja e masive e shqiptarëve ka qenë e mundur vetëm në saje të një politike kulturore afatgjate të dehumanizimit të shqiptarëve. Njeriu vret tjetrin, domethënë kjo është në historitë, në teoritë e dehumanizimit, momentin kur ti e përshkruan atë si në nivel më të ulët se sa njeriu, atëherë krijon edhe një lloj arsyetimi të vrasjes. Edhe këto do të jenë sfidat tona. Këto sfida nuk kryen me neve. Do të trashëgohen në gjeneratat e ardhshme. Pyetja tjetër ka të bëjë me intelektualët, besimin. Në vitet 70, universalisht ka qenë, si me thonë, pajtëshmëri se intelektualët ju besohet. Edhe kjo është arsyeja pse çdo intelektual në atë kohë ka mund të kandidatët fitoje të bën, domethënë çka do të ka nevojit, por a mund të kthehet më besimi në intelektual, në të shkolluarit i viteve të para luftës, për shembull? Nuk e di. Nuk kam përgjigje për këtë. Shtetëndërtimi i Kosovës është shumë ngusht i lidhur me intelektualët. Po. Më thonë, prej ndërtimit të post-telekomit të Kosovës e tutje, është dashur një gjeneratë e njerëzve të edukuar, të cilët e kanë projektuar këtë si pjesë të projekti i rezistencës paqësore, i gjitha gjërave që i kemi bërë në vitet 90, është projekt intelektual, është i menduar, është diçka që ka dalë nga figurat të respektuara. E tash, po ta marrim Gazmend Zajmin, e ndjerë. Një jurist brillant, kompozitor, i cili nuk është i përsëritur në gjeneratat e tanishme. Nuk po dim pse nuk është i përsëritur, po njëra prej arsyeve është imagjinoni Gazmend Zajmi të ulej për shembull edhe të prononcoj në Facebook për një apo një problem tjetër juridik, edhe i turën janë 1000 njerëz që thonë ku din ti, çka din ti, hajtë se ti i ki bodo, vjetë rrej mos falë se kështu, ose do tjerë që do të thoshim, po si mund të sulmoni, kjo është njëra prej mendjeve më brillante që kemi në shkencat juridike dhe në përgjithësi. Ekziston një kontekst tjetër në të kaluarën, kontestimi i mendimit të intelektualit është dashur të ketë investim intelektual. Nuk mund ta kontestosh juridikisht Gazmend Zajmin nëse s'ke kapacitet minimal intelektual juridik për ta kontestu. Tash e ke drejtën e kontestimit, ja jep gjithkujt, se i ki rrjetet sociale, mediat, ke një mundësi gjithnjë më të vogël të njerëzve, dhe Kosova, për fat keq, është njëri prej vendeve i cili ndonë se është ndërtuar si shtet në saje të shkollimit, momentin e pavarësimit të vet e ka harruar shkollimin.